Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Muaji i shkurt është muaji i ndarjes nga jeta të Ibrahim Kodrës, artistit më të njohur shqiptar ndërkombëtarisht. Në shekullin e 20 ai bëri emër të madh në qarqet artistike europiane dhe botërore. Ky episod i kushtohet mjeshtit të madh Ibrahim Kodra, i lindur në Likmetaj, në ishëm të Durrësit, dhe duke ju paraqitur ju jetën, veprën dhe të dhëna të reja të zbuluara nga Flasim Hapur. Incluso su firma es una obra de arte. Edhe firma e tij është vepër arti, tha Pablo Picasso për Ibrahim Kodrën. Në historinë e artit shqiptar dhe evropian, dhe ndër personalitetet e shquara të qarkut të Durrësit, ka figura që nuk i përkasin vetëm një krahine apo vendi, por një kohe, një ideje dhe një vizioni. Ibrahim Kodra është një prej tyre. Ai nuk ishte thjesht një piktor, ishte një udhëtar i përhershëm mes traditës dhe modernitetit, mes lindjes dhe perëndimit, mes kujtesës shqiptare dhe gjuhës universale të artit. Ibrahim Kodra lindi më 22 prill të vitit 1918 në fshatin Likmetaj, ishëm të Durrësit, në një Shqipëri ende të brisht por të mbushur me ngjyra, mite dhe histori, që në fëmijëri ai tregoi një ndjeshmëri të veçantë të formës, vijës dhe dritës. Ishte një ndjeshmëri që vinte nga natyra përreth, nga fytyrat e njerëzve, nga peizazhi i thjesht por i thellë shqiptar. Talenti i tij u vë re herët, dhe në një kohë ku Shqipëria kishte pak mundësi për formim artistik të avancuar, fati i Kodrës do të lidhe me Italinë, një vend që do t'i hapte dyert e artit modern, por që nuk do t'i fshihte kur rrënjët e tij. Vlen të theksohet se viti i tij i lindjes, pra viti 1918, njihet zyrtarisht, por sipas burimeve të familjarëve të Kodrës, në intervistë për Flasim Hapur, u shprehen se viti i tij vërtet i lindjes ishte viti 1914. Arsyeja e ndryshimit të vitit ndoshta ka të bëjë me mundësinë e studimeve në Itali. Për ta fituar këtë të drejtë studimi, pasi hasi pengesë nga Ministria e Kulturës në mbretin Zog, për shkak të moshës, Kodrës ju desh t'i dërgonte një letër mbretëreshës Geraldine, shoqëruar me një portret që ai kishte bërë mbretëreshës. Sipas burimeve, ishte ndërhyrja mbretëreshës Geraldine e manitur nga talenti i Kodrës, që bëri t'i jepej një bursë studimi nga obori mbretëror për në Akademinë e Arteve të Bukura në Brera, Milano, Itali, vendi ku jetoi e prodhoi rreth 6.000 vepra, që mbeten një trashëgimi e zakonshme, jo vetëm për artin shqiptar, por edhe artin botëror. Në fund të viteve 30, Ibrahim Kodra kreu studimet në Akademinë e Arteve të Bukura në Milano. Ishte një hap i madh, jo vetëm gjeografik, por edhe shpirtëror. Milano ishte në atë kohë një nga qendrat më të rëndësishme të artit evropian, një vend ku idetë përplaseshin dhe lindin rryma të reja. Kodra u përball me kubizmin, me abstraksionin, me avangardën, por ai nuk u bë kur një imitues. Ai përthithi, përktheu dhe krijoi gjuhën e tij artistike. Kodra u bë pjesë e qarqeve të larta artistike të Evropës. Ai u takua me Pablo Picasso, një nga figurat më të mëdha të artit modern. Ky takim nuk ishte thjesht simbolik, ishte një konfirmim se Kodra ishte pjesë e së njëjtës frymë kërkimi dhe eksperimentimi. Megjithatë, ndryshe nga shumë artistë të tjerë, Kodra nuk e humbi figurën njerëzore. Në veprat e tij, njeriu mbetet gjithmonë në qendër, i fragmentuar, i shumë fisht, por gjithmonë i pranishëm. Gratë, muzikantët, qytetet, deti, ishmi, i fshati shqiptar, të gjitha shndërrohen në forma kubiste të ngrohta, të mbushura me ngjyra të forta dhe dritë mesdhetare. Edhe pse jetoi dhe krijoi kryesisht në Itali, Ibrahim Kodra nuk e harroi kurrë Shqipërinë. Ai e mbajti atë jo si nostalgji, por si identitet. Motivet shqiptare, fryma ballkanike, ritmi i jetës së thjeshtë shfaqen vazhdimisht në pikturat e tij. Në një kohë ku Shqipëria ishte e izoluar politikisht,
dhe kulturalisht, Kodra u bë një urë e heshtur mes vendit të tij dhe botës. Ai ishte një ambasador i artit shqiptar pa patur nevojë për titull zyrtar. Veprat e Ibrahim Kodrës u ekspozuan në galeri dhe muze të rëndësishëm në Itali, Francë, Gjermani, Shtetet e Bashkuara dhe më gjërë. Ai ekspozoi veprat e tij për kraj gjigantëve të artit, si Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Salvador Dali, George Braque e shumë kolos të tjerë të artit, me të cilët krijoi edhe miqësi të ngushtë dhe me ndikim në historinë e artit. Gazetat e kohës shkruanin për Picasson bashkë me Kodrën, duke konsideruar shqiptarin si post-kubisti i fundit në Evropë. Picasso e quante ushqim për shpirtin miqësinë që ai kishte me Kodrën. Shqiptari im, i referoi Picasso gjatë bisedave të tyre. Poeti i madh francez Paul Eluard, në faqen e Unité në vitin 1946, e quajti Kodrën primitivi i një civilizimi të ri, duke e përlevduar artin e kulluar të Ibrahim Kodrës. Kritika vlerësoi si një artist me stil të dallueshëm, që bashkonte disiplinën e formës me lirinë e shpirtit. Ai ishte pjesë e rrymës së modernizmit evropian, por gjithmonë me një zë të vetin, një zë që nuk bërtiste, por që qëndronte. Ata që i njohën flasin për një njerëz të thjeshtë, të përulur, me humor të hollë dhe dashuri të madhe për jetën. Kodra nuk ishte artisti distancuar nga realiteti. Ai ishte lidhur me njerëzit, me bisedat, me muzikën, me kujtimet. Arti i tij nuk ishte elitist, ishte njerëzor. Kodra arriti ta vizitonte Shqipërinë në 1973 e më pas në vitin 1996, 97 dhe në vitin 2003, e për t'u kthyer përgjithmonë sipas amanetit që la, për t'u prehur në varrin e tij në Ishëm, në vendin që e deshi aq shumë. Ibrahim Kodra u nda nga jeta më 7 shkurt të vitit 2006 në Milano. Por ai nuk u largua kurrë. Veprat e tij vazhdojnë të flasin, të ndriçojnë, të bëjnë pyetje, të frymëzojnë. Sot ai prehet pranë kalas së Ishmit, në një peizazh madhështor, ku nderohet nga vendësit dhe vizitorë të shumtë. Ibrahim Kodra konsiderohet një nga piktorët më të rëndësishëm shqiptar të shekullit të 20 dhe një figurë e respektuar e artit modern evropian. Trashëgimia e tij është më shumë se piktura, është idea se identiteti nuk humbet kur hapesh ndaj botës, por forcohet. Ibrahim Kodra na mëson se arti është një gjuhë pa kufi, por me rrënjë, se moderniteti nuk përjashton traditën, se një artist nga Ishmi i qarku të Durrësit mund të flasë me botën nëse ka dritë, guxim dhe vizion. Dhe kjo është vepra e tij më e madhe dhe emri i tij është trashëgimia jonë e çmuar. Flasim hapur u bën apel të gjithë institucioneve kulturore dhe vendimarrëse, që është momenti për mjeshtrin e madh Ibrahim Kodra, i cili krenon qarkun e Durrësit, të hapet një muze, shtëpia e tij të bëhet muze, ndoshta edhe një galeri e mirëfillt pranë kalajës së Ishmit në qarkun e Durrësit. Vlen të theksohet që Ibrahim Kodra duhet promovuar edhe më shumë në tekste shkollore, në shkolla dhe për rininë e sotme, pasi jeta dhe veprat e tij janë realisht krenari e qarkut të Durrësit, krenari kombëtare. Ne u takofshim në episodin e radhës.